Drejtoresha e përgjithshme e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Lorena Goxhobeli, vendosi të shkrijë kadastrën e Vlorës për ta sjellë në Tiranë, 100 metra larg burgut 313. Pa një motiv të saktësuar, është urdhëruar që brenda datës 31 të këtij muaji, i gjithë dokumentacioni të transferohet në Tiranë. Arsyet më shumë se strukturore janë dukshëm pragmatiste. Pronat në Vlorë prej më shumë se një dekade shihen si plaçk që rrëmbehet nga kaçakët më të zotë, një pjesë e madhe të cilëve jetojnë në Tiranë, por shfaqen si pronar të Vlorës në qindra hektar, sidomos zonën bregdetare, ku malit, shkëmbinjve, zhurishteve të bregut të detit e madje vetë detit i kanë vënë vulë pronësie në emër të personave me lidhje të shkurtër qeveri, krim, oligarki. Përveç arsyes për kontrollin e plot nga Tirana, ka edhe një motiv praktik me logjikë ekonomike. Përse banuesit në Tiranë apo Dubai duhet të udhtojnë deri në Vlorë për të rifreskuar një dokument apo glaburuar ndonjë copë ende të patjetërsuar. Tashmë gjithçka e kanë nën kontroll nga kryeqyteti. Qeveria mendon për ta, me shërbim që u ofrohet akoma më pranë. Mjafton që të zgjasin dorën dhe hartat kadastrale të Vlorës rrethohen që nga kryeqyteti. Ky transferim rëndon pikërisht banorët e Vlorës, që kanë vite me vërdallisje në këtë institucion, por i ulet çepeni i qelikt në fytyrë çdo banori të qarkut Vlorë, që nuk merr prej dokumentat të pronësisë. Nga viti 2014 deri më tani, janë 23 drejtorë të emëruar, më pas shkarkuar ose kanë dhënë dorëheqjen. Drejtorët detyroheshin që të zgjidhnin ose karrotën ose shkopin për të vendosur një vulë dhe firmë që bënte pronar kapadaj të pushtetit. Së fundmi Gjens Doromemaj nuk bëri hajër më shumë se 2 muaj. Zyrtarisht dha dorëheqjen, por të vërtetën për largimin e din vetë ata që u servirnin dosje pronësie, vetëm për firmë dhe vulë.